Nëse shikojmë respektin se cilin duhet ta ketë besimtari ndaj shoqërive të muslimanit, të vëllezërve besimtar, nga aspekti i jetës, pasurisë, nderit e gjërave të tjera çfarë ai posedon, duhet të kthehemi tek burimi, çfarë na shtyn neve ti respektojmë, çfarë na shtyn neve ti konsiderojmë të shenjta ato çfarë Allahu i lartësuar i ka konsideruar të shenjta. Kemi dy ajete në Kur'an, të cilat Allahu i lartësuar e lidh ngushtë këtë shenjtëri për nga duhet të buroj. Allahu i lartësuar thotë në Kur'an: "Wa may yu'azzim hurumatillah", dhe kush i madhron ato gjëra që Allah i lartësuar i ka konsideruar si të shenjta, të cilat i ka shenjtruar, fa huwa khairul lahu 'inda rabbi, kjo është më e mirë për të tek Zoti i tij. Ky është burimi i parë të cilën duhet të na shtyjë neve të respektojmë shenjtritë që Allahu i lartësuar i ka konsideruar të shenjta. E dyta është: "Wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub", kush i madhron shenjat e Allahut, kjo dëshmon për devotshmërinë e zemrave, kjo dëshmon për fetarinë e tij të mirë. Tek fetaria e besimtarit, tek shenjtritë të cilat Allah i lartësuar i ka konsideruar si të shenjta, hyjnë gjërat e dukshme dhe të padukshme. I kemi fjalën për gjërat e dukshme, sikurse xhamit, Kurani, ezani, çabia, shamia, namazi, dietarët, të gjitha këto duhen të shëtrohen. Pastaj edhe rrjedh ajo pjesa që ti me gëzuni fetari të shëndosh, që ti mund dëshmu që e ki devotshmërinë e ki në rregull, fetarinë e ki në rregull, nëse ti i përqesh këto gjëra, nëse ti i nënçmon këto gjëra, nëse ti shkon deri në atë mas sa i shkel kufit e shenjtërisë së vllaut të besimtar, atëherë kjo tregon për një gjë, për mungesën e devotshmërisë në zemër, për mungesën e fetarisë në zemër, një farë lloj zymtësie në devotshmëri dhe në fetari. Pastaj pasojnë ato gjëra tjera ku besimtari e merr guximin edhe t'i shkel shenjtritë të tjetrit. Dhe kjo pastaj pason me gjunahe të mëdha, të cilat Allah i lartësuar i ka përmendur në Kur'an.